dashuritur mos u dorëzo. Sepse ti je njeri, gjithë bota le ta di, ti je ndryshon. Ti je njeri i mirë, mos vetesh vetë të shirë, ti je ndryshon. Përse unë të vuaj, kur jeta është e mirë, kur ne kemi një dëshirë ta bëjmë realitet, sepse jeta nuk të pret. Sepse ti je njeri, gjithë bota le ta di, ti je ndryshon. Ti je njeri i mirë, mos vetesh vetë dëshirë, ti je ndryshon. Mirëmbrëma, përshëndetje të gjithëve. Mirë se erdhët në spektaklin ton dhe tuajin, mirë se erdhët në Odeon. Në Kosovë, në Shqipëri e kudo që jeni, përqafimin për të gjithë ju. Një mbrëmje e bukur për të gjithë ne. Një mbrëmje e bukur, një mbrëmje e papar. I pret njeriu me radhë, po si të mos i presi këto 4 bukuroshe që i kemi qujt princeshat e Odeonit. Mendjet e mëdha diskutojnë idet. Mendjet mesatare diskutojnë ngjarjet. Mendjet e vogla diskutojnë njerëzit. Mendjet e mëdha e të ndritura ideojnë, krejojnë projekte të cilat pastaj mbar njerëzimit i bëjnë dritë. E fillova kështu sepse kaptina e parë, personazh këtu në spektaklin e madh Odeon, sonte ka fatin e mirë të rrallë që të ketë një personazh në kuptimin e plotë të fjalës, një model unik, siç e them gjithmonë. Ai vjen nga legjendat e prej legjendës. Zonja dhe zotri Murat Jashari. Mirë se erdhe. Zotri Murat, mirë se erdhe. Mirë se gjenë. Gjithë dorë trokitjet për ju, nga ky auditori mrekullueshëm, ulemi më mirë që të bashkëbisedojmë më shtirë. Kur ju paralajmërova, ose anonshova, si që përdori unë shpesh, thash vjen si nga legjenda e prej legjendës, zotri Murat Jashari, nga familja më emblematike shqiptare Jashari. Mirë se erdhe. Faleminderit për këto komplimente. Mendoj që familja Jashari takon gjithë shqiptarëve. Kështu që unë jam vetëm njëri nga parsarqet e tyre, por familja Jashari që nga 98 deri në ditët e sotshme, besojmë që edhe në vazhdimsi do të jetë e të gjithë shqiptarëve kudo që janë, kështu që unë ju falenderoj juve për gjithë komplimentet dhe falenderit edhe publikut. Po cila është gjeneza e familjes Jashari? Ai trungu, deri ku keni arrit ju të konstatoni? Realisht ne që jetojmë tash në Prekaz, dihet më tash që ekzistojnë 2 prekaze, është prekazi i Olt dhe prekazi i Epërme. Prekazi i Olt është që përbehet nga 4 lagje, njëna prej lagjeve është lagja e Jashari. Dhe unë si brez vim gjenerata e 6 që njohëm historinë e familjes Jashari, që nga i pari jonë që ka pas edhe emrin Jashari që ne tash si lagj bartim mbi emrin shkak të tij. Deri me gjyshin, familja Jashari nuk është tut, që do të thotë 4 breza kanë qenë vetëm nga një. Gjyshi pastaj ka pas 8 fëmijë, 3 djem, 5 vajza, dhe ne që vim një prit dhe mbesrat e tina. Kjo është një biografi ose një historiat të familjes Jashari.
Për cilën frym është rrit Murat Jashari? Unë ndoshta kam pas fatin më të madh ndoshta edhe nga familja, po edhe nga shumë fëmijë të tjerë të Kosovës, sepse kam qenë njëri ndër fëmijët e parë të familjes dhe siç e tham në rrëmiqën e shok, po e tham edhe në emisionin e juaj, kam pas fatin që të rritum me 2 mësues, për arsye se gjyshi Ndjesht Pas ka qenë njëri ndër mësuesit e parë të pasluftës së dytë botërore në regionin e Drenicës. Dhe unë qysh në moshën e re, në moshën 18 muajsh kam kalu dhe kam jetuar me gjyshin dhe gjyshin, ani pse kemi jetuar në një familje, por kam qenë fëmiu i vegjël i tyne, po tham kushtimisht. Dhe gjithçka që kam mësu dhe po vazhdoj të për jetën janë merit e gjyshit me të cilin kam kalu jetën deri në vitet e 90. Andaj tham një fëmijë i cili ka fat që të rritet me gjyshin dhe me gjyshin është me fat. Ka fat të dyfisht në jetën e tina. Nëse mundëm me thonë edhe në aspektin tjetër që ai merr edhe mendimet pozitive për jetën, sepse përvoja e gjyshit është, siç e kam thonë shpeshherë, të gjyshit dhe stërgjyshit tonë kanë qenë filozofët e jetës, janë filozofë të pashkolluar. Nëse kthehem në atë kohë dhe mendoj se në çfarë gjendje të ronë kanë jetuar ata, me çfarë janë ballafaquar ata në mungesë shkollimi, mungesë komunikimi, në mungesë të parjes së botës se si funksionon ajo, për shkak të sundimit mia vjeçar që kemi jetuar, dhe nëse bëjmë tash një krahasim mes shprehjeve, thonjeve të tyre, janë pikërisht të filozofëve të mëdhej, qoftë ai Rousseau ose të cilit do filozof të mëdhej, vetëm në përshkrimet e ndryshme. Kështu që do të thonë, po mos ishte gjyshi, ose shpeshherë tham, nëse un kam ndaj vlerë, nëse dikush vlerëson dikush ndaj vlerë që un kam, atëherë është merit e gjyshit. Realisht, po mos ishte gjyshi, ndoshta edhe pas lufte un nuk do të kisha ditë që të edukoj ose të du fëmijën e mirë. Kështu që përgjerohem në pafundësi gjatë asaj kohë. Zotri Jashari, ju treguat edhe më herët që jeni rritur me gjyshin. Po cilat janë prallat e tij dhe çfarë ju ka mësuar ai tjetër? Dihet që këty në herë Oda ka qenë një lloj parlamenti ose një lloj shkolle, në mungesë të shkollave shqipe gjatë gjithë historisë sonë për shkak të sundimit shekullor që ka ndodhur në. Dhe në Oda natyrisht që janë treguar edhe anekdota edhe pralla, por si fëmijë njeriu gjithmonë ka diçka që i mbetet ndoshta në kujtesë. Kam dëgjuar shpeshherë prallën e qingjit me ujkun, madje jam personifikuar edhe me tonë duke dashur si fëmijë që të jem në mbrojtjet e qingjit kur ujku padrejtisht te lumi duke pirë ujë thotë se më ka trembulluar ujin dhe ai qingji i pafajshëm thotë po si ka mundësi që unë në anën e poshtë me ta trembulloj ty në anën e epërme, por e kishte vendosur që ta hante atë dhe akuzante. Ndoshta kjo u ndërlidhte pak a shumë edhe me vujtjet e shqiptarëve. Zoti Jashari, cilat nga tregimet apo përrallat që ju kanë mbetur në mendje ju kanë bërë të ndiheni krenar që jeni shqiptar? Janë shumë, por ndoshta ato që kam dëgjuar prej gjyshve tonë, po me pastaj edhe nga rilindasit tonë të mëdhej, të cilët përshkruajnë virtytet e shqiptarëve, të heronjve, të dietarëve të ndryshëm. Nga njerë nëse lëshohem në shkencat e thella atje nga Justiniani dhe të tjerët që kanë qenë me origjinë shqiptare, se kanë qenë po morëm ndoshta rilindaset tonë me të cilët ne krenohem, sepse ato është edhe alfabeti i gjuhës shqipe, që i madhi Sami Frashni thotë që zhdukja një komi ndodh vetëm atëherë kur zhduket edhe gjuha. Kështu që mendoj që të parët tonë kanë qenë shembuj për gjithçka për jetën tonë që ne sot e gëzojmë. Ne si brez ndoshta jemi me fat që nuk kemi nevojë të zbulojmë asgjë të re, sepse ata që kanë qenë para nesh kanë zbuluar gjithçka që është dashur ose kanë sakrifikuar gjithçka që ne sot të jemi të lirë dhe të gëzojmë ato të mira. Natyrisht që kemi pas fatin e keq që të përjetojmë edhe dhunën edhe shtypjen në të cilën kemi kalu, por po e shijojmë edhe ato frytet të lirisë që ne sot e gëzojmë. Fal të gjitha atyne tregimeve, atyne motivimeve që gjyshit tonë kanë treguar, jemi sot
ne ku jemi. Dhe më thonë, edukat atyre kanë ndiku në personalitetin ton, që ne sot si shqiptar të jemi këtu ku jemi dhe që të krenohem me të parët ton, po edhe me ne, natyrisht. Do shta do citoja tash këtu një rrugtar austriak i cili e përshkruan luftën turko-greke dhe që thot në radhët e para të grekëve ishin shqiptarët dhe në radhët e para të turqëve ishin shqiptarët, luftonin turqë dhe grek dhe u vritin shqiptarët. I përbashtët ishte vetëm vaj i nanave të mbuluara me zi. Dhe me thonë që një merit e madhe, pavarësisht se ne mund t'i quajmë nështë anekdota, mund t'i quajmë pralla, ju takon nënave dhe gjysheve tona që edhe në fëmijë djepet duke i përkundur, kanë këndu këngë ose tregime patriotike që i kanë motivuar ata, që i kanë edukuar ata për të qenë të dashur për familjen e tyre, por edhe për atë dheun e tyre. Po rritëshit në një familje ku diskutohej për trimërit, për heroizmat, mbëltohej genetikisht dëshira e madhe për lirinë atë dheut. Qka ju kam bet tjetër gjatë rinisë suaj të hershme, më thonë fëmiris dhe rinis në mendje jashta shtëpisë tuaj, ngjarjeve tjera në Drenicë? Për që përgjirë të padashe, ose do të kthejmë pak më larg në histori, sepse jo gjithçka ka filluar dhe ka mbaruar me brezin tonë. Më mendoj që për lirinë e shqiptarëve, edhe para Skënderbeut, po povimit deri prej të modhet Skënderbeja tek ne, kanë qenë gjithmonë përpjekje për të liruar nga robëritë shekullore dhe për të arritur qëllimin final i cili është liria, ose për të qenë të zotet dhe vetvetes, për të menaxhuar me vetveten. Prandaj mendoj unë që të gjithë brezat që nga Skënderbeu deri në luftën e fundit të ushtrisë shërbimtare të Kosovës janë më meritorët për lirinë që po gëzojmë sot. Edhe historia ka shërby edhe për familjen, po edhe për të gjithë ato djemë dhe ato vajza të ushtrisë shërbimtare të Kosovës që janë motivuar dhe edukuar për të sakrifikuar për liri. Po citojnë ndoshta gjyshin i cili nganjëherë thoshte që do ta japësh të dhimbshmen për ta marrë të kajshmen. Mendoj që si popull edhe më të dhimbshmen për ta pasur të kajshmen që sot i thonë liri. Ju erdhët vetë tek krijimi i ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ju në vitin 91 keni shkuar që të përgatiteni për luftën e mundshme të ardhshme për lirinë e Kosovës. Sa vjeçar ishit atëherë? Po ka qenë një organizim ose një marrëveshje, nëse mund të them, mes të udhëheqësve të Kosovës dhe udhëheqësve të asoj kohe të Shqipërisë, cila ishte ende në menaxhimin tashmë të ndjerit Ramizalia, dhe shkum në nëntor të 91-shës për ushtrime ushtarake, që ishte një organizim për të marrë një uri të taktikave luftarake dhe pastaj ato për t'i përcjell tek të tjerët në Kosovë. Dhe unë kam pas fatin që të mbush moshën 19 vjeçare pikërisht në malet e Dajtit, në ushtrimet të cilët morëm nga oficerët shqiptarë të asaj kohe. Në rastin e rezistencës së madhe të familjes Jashari, ishin këto momente dhe ishte kjo një ngjarje e madhe që tronditi ndërgjegjen e gjithë botës liridashëse. Këto ngjarje ndryshuan gjithë koncepcionin, percepcionin e botës ndaj dashurisë, ndaj qasjes sonë për liri. A ndryshoi diçka edhe tek percepcioni juaj tek koncepti për lirinë? Ishte një shprehje prap e gjyshit e cili thonte më mirë është që të sakrifikohet një njeri për të shpëtojë një familje dhe më mirë të sakrifikohet një familje për të shpëtojë një popull i tërë. Natyrisht që nuk jemi vetëm ne që të cilët kemi sakrifikuar për lirinë e Kosovës, sepse nganjëherë numrat ndoshta nuk përcaktojnë dhimbshmërinë. Kam bërë njëherë një krahasim dhe po bëj tash edhe në emisionin e juaj, ka raste në Kosovë ku ndoshta një familje ka pas vetëm një fëmijë dhe ai ose është i zhdukur ose është i vranë në luftë dhe ajo familje ka qenë në një farë, është mbyllur në një farë forme. Dhe tham nganjëherë që më i dhimbshëm është ai rast, edhe pse është vetëm një, sesa nganjëherë 20. Po megjithatë, pas gjithë aty në sakrificave që u bën në vazhdimsi edhe botat demokratike, kuptoj më ndryshe çështjen e shqiptarëve, kuptoj më ndryshe se ku është Kosova dhe me çka ballafaqohen ata,
dhe falë gjithë kësaj sakrifice dhe ati angazhimi boni që edhe bota demokratike të jetë në përkraje të tonën, mendoj që ata nuk na kanë përkrah pse ne jemi të bukur ose pse jemi të mirë, por se u bën një shkelje jashtëzakonisht e madhe e drejtave të njerëzit, që ishte një plan i akademikëve serb i cili ishte për shfarosjen e shqiptarëve ose për zhdukjen e shqiptarëve. Edhe fatbarësisht edhe ai sakrificës tonë ju gjenën pranë edhe fuqitë e mëdha, qendrat e vendosjes, intervenimi në ato që bën që ne të fitojmë lirinë tonë të shumëpritur. Zotëri Ashari, çfarë rrjedhje ka marrë jeta juaj pas luftës së lavdishme të familjes suaj dhe ushtrisë qlirimtare të Kosovës? Natyrisht që nuk ka qenë diçka e lehtë nëse njeriu humb 2/3 e familjes, në mesin e tyre janë njerëzit më të afërt, më të përzemërt. E thash gjyshi i cili ka qenë edhe për mua Zotin e tokë, gjyshja nona e cila ka mbajt me mujin e bark dhe ka jep qumshtin e parë, farefisin, axhallarët, motrat, vllaznin, kushërit dhe kushërinat. Megjithatë është një obligim shtesë dhe sado që njeriu është i fortë, prapse i ka ato pikat e dobësimit, sepse nganjëherë dobësimi është edhe njerëzor, është edhe normal, por duke falëndëruar në radhë parë krijuesin tonë i cili na ruajti shëndetin mental, dhe aja që edhe në ditët të sotshme është përkraja popullore, është respekti i popullit shqiptar, po edhe të tjerëve, që nëse mundëm me bëni krahasim medicinal është infuzion për ne, natyrisht që pa këtë përkraje të popullit shqiptar, si në Kosovë, si në trojet të tjera shqiptare, si në diasporë, me siguri që edhe ne nuk do të ishim kështu siç jemi, nuk do të kishim ndoshta edhe forcën që të rifillojmë një familje të re, po them pavarësisht se me vite është përgatit në aspektin psiqik dhe fizik për të rezistuar ndaj forcave serbe, por janë këto dy forca ose dy këshilltarët e tonë që kanë qenë pranë nesh, që na kanë motivuar për të ardhmen dhe natyrisht ne gjynizohem dhe në pafundësi ndaj krijuesit tonë edhe ndaj popullit që ka qenë përkraje që ne të vazhdojmë. Zoti Ashari, në historinë tonë shpesh jemi ringjallur si Feniksi. Desha të di, sa antar ka familja e Asharit sot? Po, tani ne numërohem 24 antar të familjes së Asharit, flas si pasardhës të gjithë atyre që kemi jetuar, se bashkë jetojmë tash po ato në prekaz, më thonë jemi 24 gjithsej. Zotëri Ashari, të dobtit të ligjt fillojnë problemin. Ata që dalin në balë të kombit e luftojnë dhe zgjidhin problemin. Ndërsa dinakët përfitojnë nga problemi. Çfarë mendoni ju në këtë drejtim? Po natyrisht që idetë e mëdha jo më njerë kuptohen nga të tjerë. Dhe për të kuptuar një ide e madhe do të kaluan vite ose edhe dekada. Po mos ishte kështu, ajo s'do të ishte ide e madhe. Natyrisht që nuk mund të sakrifikosh as për familjen, por as për atë dheun nëse nuk ki ide të mëdha dhe nëse nuk ki një idealizëm të madh. Po natyrisht që rreth këtyne pastaj ndodhen edhe ato që thoni ju. A çdo komb, çdo shoqëri ka njerëz të tillë, por kur shumica janë të mirë, edhe ata nëse mund t'ju thojmë në thojza të këqinj ose të dopt, do të vinë pas të mirëve sepse nuk ka rrugë tjetër. Edhe ne, kur kemi mbijetuar dhe kemi kaluar sfida shumë më të mëdha se sa këto, ne do të dimë dhe do të mujmë që t'i kalojmë edhe këto, sepse mendoj që natyra na ka dhënë shumë. Ju keni pa tash para disa muesh që u bë edhe një test i inteligjencës së popullit dhe shqiptarët dolën populli më inteligjent i botës. Na keni thënë, edhe na keni dhënë gjëra shumë të bukura në këtë emision, nuk ka pend, nuk ka shirit celuloid, nuk ka ndoshta edhe gojë që të shpreh gjithë ato që do të mund të na thoshit ju, si një përfaqësues i denj sigurisht i familjes tash më emblematike shqiptare. A ju pëlqen poezia? Më pëlqen sepse mendoj që edhe në poezi është thonë shumë,
edhe për dashurinë, është thonë shumë edhe për atë dheun, është thonë shumë edhe për familjen, është thonë shumë edhe për nonës, kështu që përmes poezisë gjojmë shumë çka të vetvetja dhe të familja jonë. Ju pëlqen të lexoni dhe çfarë lexoni më shumë? Po, më varet edhe çka, tash jashtë profesionit, natyrisht që jam ja pasionuar për lindasve të Samiu i madhe jonë. Ndoshta rastësisht e ka ngacmu ose ka zbulu të konë një profesoresh nga Shqipëria kur kontaktova për herë të parë për të konsultuar për çështjen e magjistraturës. Më propozoj që të konsultona me librin e Samiut Shqipëria çka qenë që është dhe çdo bet. Dhe vërtet më kam pa ato që në atë periudhë kohore kur në shumicën e vendeve të kontinentit evropian, mos flasëm për kontinentet e tjera, monarkia ishte si formë më mirë e qeverisjes, a jepte idetë e para për një qeverisje demokratike që ende sot s'po mundem me arrit, edhe atu kam filluar që të dashurohem në veprat e tina. Kam lexuar pothuajse shumicën e tyre, është jashtëzakonisht edhe sot Braslanc, romani i tij Të lati me fitnetin që e ka shkruajtur ai, mbledhja e personaliteteve shqiptare që mbledh të gjithë personalitetet shqiptare, gjithë ata kryeministra, general, deputet nën perandorinë otomane, pastaj vepra që kushtohet njeriut, familjes, fesë, janë gjitha këto vepra që më kanë lënë brez. Nga ana tjetër janë edhe romanat e tjera, është një roman Aleksandra që e ka shkruajtur një autor norvegjes, i cili ja kushton internimit në Shqipëri gjatë viteve të sistemit, kurse nga diplomacia jam kogja dhuru si leximit të atyne personaliteteve që në shoqërinë tonë janë kogja idol sot, Meldin Albright, Wesley Clark, Joshka Fischer, këta të cilët kanë qenë edhe aktorë ndoshta të ndihmesës se arritjes së lirisë së Kosovës, dhe përmes tyne kam parë edhe zgjidhjen e krizave jo vetëm në Kosovë, por edhe në vendet e tjera. Kështu që janë librat e cilat t'japin shumë njohuri për diplomacinë, por edhe për zgjedhjen e krizave. Me një farë forme e zbulojnë prapaskenën e qesin në skenë. Kurse është një libër që nganjëherë ju tham shokëve dhe miqve të mi, po ju tham lexoni, por ju lutem mos e lexoni. Është Krimi pa kufi i Michel Glinit, i cili shkruan për dukuritë negative të cilat ndodhin në rruzullin toksor. Kështu që këto janë jashtë profesionit, kurse tash edhe me teknologjinë e re po ka mjaft informacione për të informuar. Ku është Murat Jashari sot? Çfarë punon, çfarë bën? Unë për momentin kam 2 detyra që më bajnë më një jashtëzakonisht i nderuar, po që më bajnë me qenë edhe në mbrëmti të popullit. Përfaqësoj familjen Jashari për gjithë aty në delegacionet të cilat vinë në prekaz që pres dhe përcjell ato, përcjell edhe mesazhet ose njohurit për të kaluarën, për të sotshmën ose edhe vizionin për të ardhmen, çfarë ne mendojmë. Edhe dyta, tash ka një vit e ca që jam edhe pjesë e stafit akademik të Universitetit të Prishtinës, me konkretisht të Fakultetit Juridik, Katedra Administrative Kushtetuese. Zotri Jashari, cili është idhulli juaj? Të them të drejtën, ka personalitete të ndryshme edhe në historinë tonë kombëtare, po siç e thash edhe më herët, personi më i kompletuar në të gjitha drejtimet, sepse mendoj që është vetë shpirti im, është gjithçka në mua, është dhe mbetet, e besoj që edhe do të jetë, është gjyshi. Cilën këngë e fishkëllëni ose e këndoni më mirë? Apo s'këndoni fare? Ka disa, pëzom si fëmijë kam dëgjuar nganjëherë që e këndon të gjyshi, e këndon të delen në rude, a ma fal 100 të butë. Ashtë kjo. Aja që si fëmijë kam dëgjuar është që nuk po ndëgjoj kohëve të funit është, nusja bukur rinë mbi kal,
i del pashës ball për ball një këngë, ose edhe tjetra që është ndje mirë që jam shqiptare, dua Shqipërinë se jam shqiptar, po dua edhe Kosovën se jam kosovar. Mendoj e kam thonë në disa vende, po që ka qenë jashtë mediave, një merit jashtëzakonisht të madhe e kanë artistët tonë, këngëtarët tonë, sepse në kohët kur nuk është leju që të shkruhet historia jonë ose të mësohet historia jonë në për shkolla, kanë qenë këngëtarët ata që në për breza, në për dekada kanë bajt të gjallë patriotizmin tonë, dijen tonë, kulturën tonë. Kështu që mendoj ndoshta në një ditë kur institucionet tona, shteti jonë do të ketë kohë më tepër që të zgjidhen disa probleme primare që janë do kushtojnë një rëndësi të veçantë edhe artistave tonë në vazhdimsi, sepse mendoj që artistat folklori ka qenë edhe pjesë e frymëzimit të shumë patriotëve, marr parasysh që edhe në për shumë beteja, në për shumë lufta që kanë ndodhur, luftëtarët kanë shkuar me këngë dhe kanë vdikur me këngë. Zoti Ashari, kjo ishte intervista jonë me ju, shumë ju faleminderit. Faleminderit shumë. Unë falenderoj juve që më dha këtë mundësi, në të publikun që më gjallë të emocione, që përmes kamerave, falenderoj dhe për që zë gjithë shqiptarët për që janë. Mbajmë dorë trokitjet, falenderojmë nga zemra për prezencën e tij, zotriun e nderuar Murat Jashari. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë.